Një aksident i rënd ndodhi mbrëmjen e së hënës në aksin rrugor Lezhë-Shkodër pranë kryqëzimit të fshatit Dajç. Një motor është përplasur me një kamion me shofer, 28 vjeçar me inicialet KZ. Kamioni po transportonte një eskavator. Përplasja ka qenë e fortë, duke i shkaktuar plagë të rënda drejtuesit 51 vjeçar të motorit, të identifikuar si Arben Tanushi, i cili ndërroi jetë në spital. Grupi hetimor mbërriti në vendngjarje dhe nisi punën për sqarimin e rrethanave dhe shkakut të aksidentit, ndërsa drejtuesi i kamionit u shoqërua në komisariat për veprime të mëtejshme procedurale, ndërsa grupi hetimor vjen punën për të zbardhur rrethanat dhe shkaqet e aksidentit.